Armando Broja nuk ishte sërish as në stol për Burnleyn, edhe pse ishte ndeshja e Kupës së Mbretit ndaj Mansfield Town, trajneri Scott Parker vendosi që Broja të mbetet jashtë ekipit. Përjashtim ky nga ekipi për ndeshjet zyrtare, pikërisht në një moment mjaft delikat për klubin që është drejt rënjes. Sulmuesi kombëtares po kalon momentin më të vështirë të Burnley që pas rekuperimit plotësisht nga dëmtimet. Trajneri Scott Parker tha pasi e lanë në tribunë për ndeshjen e Premier League-s se vendimi ishte teknik, kështu duket se Broja është kthyer në çështje. Burnley vendosi të blejë kartonin e tij nga Chelsea në merkaton e verës dhe kontrata u firmos e vlefshme deri në vitin 2030.